Është koha kur është e lirë se na ka bothi. Na ka bothi edhe Prishtina. Ku na bën dëm neve më shumë, po duhet për punë të njëjta që mundet me kry një ekip, me marrë 4 ekipe me kry një punë në Prishtinë, që për na kushton kosto financiare në... Jemi pikrisht qëndrim të vendin ku janë vendosur stabilimentet e betonit, mbi cilat do të bëhet një trase e re, siç është menduar unaza e Prishtinës në gjykimin e kryetarit aktual Rama. Gjithë ky projekt është bllokuar nga qeveria qendrore. Me qenën kryetari i komunës Prishtinës kisha dalë dhe kisha protestu. Edhe nuk e kisha vazhdu asnjë projekt pa e kry projektin e parë. Unë këtu nuk shoh bllokim prej qeverisë, unë shoh më shumë probleme të tjera të brendshme, sepse nuk ka qenë vetëm zotëri Rama në qeverisjen e Prishtinë, ka qenë me Partinë Demokratike, më herët ka qenë me vetëvendosjen udhëheqja e qeverisë, edhe atëherë ka pas udhëheqje Prishtina prej vetëvendosjes. Kështu që nuk janë këtu janë probleme të tjera të brendshme të tyre, që janë për prokurorinë. Si duket sot Prishtina për ju? Prishtina në pritje që zgjedhjet të mbanë të diele. Prishtina për mu personalisht duket merr. Edhe jena para një pikpyetje se nuk jena kandidat për me votu.